Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski përshëndet deklaratën kryetares së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për hapjen e 2 fabrikave të inteligjencës, njëra në Maqedoninë e Veriut dhe tjetra në Serbi. Mickovski tha se qeveria vazhdimisht ka punuar për realizimin e këtij projekti. Rreth 5 milionë euro bashkëfinancim, praktikisht ekspertët tanë, studentët tanë dhe profesionistët do të mund të shfrytëzojnë dhe përthithin burimet e BE-s. Dhe është mirë që presidentja von der Leyen e paralajmëroi këtë sepse bëhet fjalë për 2 projekte, njërin e ka fituar Maqedonia ndërsa tjetrin e ka fituar Serbia, tha mes të tjerash Istra Mickovski. Ndër të tjera e nënvizoi se deri më sot vendi ka shfrytzuar përvoja dhe burimet e vendeve fshinje. Tani do të ketë qendrën e tij që do të merret me inteligjencën artificiale. Kandidati për kryetar i komunës së Çajirit, Bujar Osmani, akuzon pushtetin për shantazh politik votuesve me kërkesat për legalizim. Në kuadër të fushatës zgjedhore, Osmani premtoi që nëse bëhet kryetar brenda 6 muajve, aty ku ka bazë ligjore nuk do të mbetet asnjë lëndë pas zgjidhur. Diku 13.000 kërkesa ka pasur në Çajir. Shumë prej këtyre dosjeve nuk janë zgjidhur. Mbahen nëpër fjoka, edhe rruhen për zgjedhje edhe kushtohen qytetarë. Nëse na jepni votat, do ua legalizojmë shtëpit. Edhe unë këtë thash, këtë do e ndalim prej ditës parë. Për 6 muaj, aty ku ka bazë ligjore, nuk do ketë më asnjë dosje. Nuk guxojmë ne t'i kushtojmë qytetarët me punë për cilët kemi detyrim ndaj tyre. Deklaroi Bujar Osmani, kandidati i AKI-s për Çajirin. Kandidati i koalicionit qeverisës vlen për kryetar të komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, në kuadër fushatës zgjedhore, ofroi platformën për përmirësimin e kushteve në arsimin fillor me thekse veçantë tek barazia sociale, siguria dhe mbështetja për familjet. Mexhiti premtoi uniforma për nxënësit të financuara plotësisht nga buxheti i komunës së Çajirit, ndërsa do të mbështeten edhe nxënësit që vijnë nga familje me përkraje sociale. Komuna e Çajirit do të mbulojë shujta ditore për të gjithë nxënësit që vijnë nga familjet që përfitojnë mbështetje përmes ndihmës sociale. Askush nuk do të mbetet pas. Çdo familje do të ketë kushte të denja për të mësuar, për të ushqyer dhe për të rritur me dinjitet. Në të njëjtën kohë do të forcojmë sigurinë nëpër shkolla me masa të reja fizike dhe teknologjike, në bashkëpunim të ngushtë me institucionet arsimore dhe prindërit, sepse çdo prind duhet të jetë i qetë që fëmia i tij është i sigurt në shkollë. Ky është Çajiri që po ndërtojmë. Çajiri i barazisë, kujdesit dhe solidaritet. Ishte Izet Mexhiti, kandidati i vlen për Çajirin. Rajoni. Kryeministri Edi Rama kërkon bashkëpunim për krijimin e një akseleratori të fuqishëm në mbështetje të ministres së inteligjencës artificiale të kabinetit Rama Diella. Në forumin e investimeve WB6 Bashkimi Evropian, aktivitetin Hekthën Rajonal Inteligjencës Artificiale 2025 që ka bërë bashkë 161 pjesëmarrës nga gjithë Ballkani Perëndimor dhe diaspora, me synimin për të zhvilluar zgjidhje konkrete të bazuara në inteligjencën artificiale për sfida reale shoqërore. Natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit apo brenda agjencisë së ekselencës dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë kritikoi mënyrën se si shumica në pushtet është përpjekur për hartimin e kodit të ri penal. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, Olsian Çela vlerëson se për këtë draft mungon kritika serioze. Sipas tij, kodi penal ka pasur nevojë për rishqyrtim të disa dispozitave dhe përmirësim të tyre, por jo ndryshim të bazave të aplikimit të tij. Çela është ndalur dhe tek shqetësimi i ngritur për numrin e ulët të prokurorëve dhe numrin e lartë të dosjeve për shqyrtim. Kritika pati dhe për ndryshimet në kodin e procedurës penale, pasi sipas tij ka krijuar probleme me funksionimin e institucionit të prokurorisë. Kemi arritur një ditë ku prokurorët vënë diskutim atë se çfarë vendos gjykata e apelit. Bëjnë letër, i drejtohen institucioneve, madje drejtohen dhe ambasadave, ku ngren çështje që kanë të bëjnë me lishmërinë e vendimit të gjykatës së apelit. Kjo është e papranueshme, është e pakonceptueshme. Dhe pse vjen kjo? Vjen sepse kemi ndërtuar një sistem në të cilin ende prokurorët, sidomos prokurorët e rinj, nuk kuptojnë vendin dhe pozicionin e prokurorit. Dhe për të hedhur benzinë zjarrit, kemi praktikën gjyqësore. Vendimi i gjykatës së lartë, unë s'dua të diskutoj vendime, por kjo ka të bëjë me funksionalitetin e prokurorisë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i bashkohet thirrjeve të organizatorëve për një tubim mbarkombëtar në Tiranë me qëllim kërkesën për drejtësi për krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në gjykatën e Hagës. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama thekson rëndësinë e pjesëmarrjes masive. Me kënaqësi dhe i nderuar tubindem organizatorëve për ta postuar këtë ftesë thirrje. Liria ka emër, nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, diaspora e çdo cepi trojeve shqiptare. Mira zemra do të bashkohen këtë të premte më 17 tetor ora 17 për të kërkuar një zëri, drejtësi për çlirimtarët, shkruan kryeministri i Shqipërisë. Bashkimi Evropian përshëndeti mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Kosovë. Një zëdhënës i Unionit apeloi që përfituesit në raundin e parë të ketë një certifikim dhe zbatim të shpejtë të rezultateve të zgjedhjeve përmes një tradicioni të rregullt të qeverisjes lokale. Për komunat e tjera ku do të mbahen zgjedhjet e balotazhit për kryetar bashkie, ne bëjmë thirrje për një zhvillim po aq paqësor, konkurrues dhe gjithë përfshirës më 9 nëntor, porositi zëdhënës i Bashkimit Evropian. Opozita në Serbi kërkon nga Bashkimi Evropian të dënojë shtypjen e protestave nga pushteti. 4 parti politike europiane në Serbi i bën thirrje presidentes së Komisionit Evropian që të dënojë shtypjen e protestave të opozitës dhe studentëve në Serbi. Partia Demokratike Europiane, Partia e Gjelbër Europiane, Partia e Socialistëve Europian dhe Aleanca e Liberalëve dhe Demokratëve për Europën i kërkuan Brukselit të qëndrojë në anën e tyre që mbrojnë demokracinë në Serbi dhe të mbështesë thirrjet e studentëve dhe opozitës për zgjedhjet parakohshme. Turneu ballkanik i von der Leyen, pjesë e përpjekjeve të saj para samitit për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe stabilitetin rajonal, përfshin ndalesa në disa kryeqytete të Ballkanit Perëndimor, përfshirë dhe Beogradin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hag vazhdojnë masën e paraburgimit ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi. Vendimi u mor në datën 10 tetor nga kryetari i trupit gjykues Charles Smith III. Trupi gjykues ka konstatuar se ka mungesa të informacioneve që do të justifikonin paralajmërime se Thaçi mund t'i aratiset drejtësisë në rast se lirohet. Por trupi gjykues është i bindur se i akuzuari mund të pengojë procedurat e dhomave të specializuara të Kosovës dhe të kryejë krime ndaj atyre që perceptohen kundërshtar të UÇK-s, duke përfshirë dhe dëshmitarët që kanë dhënë ose mund të japin dëshmi edhe në procedura penale. 14 nëntori është caktuar si datë për përfundimin e çështjes së mbrojtjes, ndërsa para shtresat përfundimtare të procesit dhe deklaratat mbi ndikimin e krimeve të pretenduara planifikohen të paraqiten më 22 dhjetor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të marrë pjesë në protestën gjithkombëtare që do të mbahet më 17 tetor në Tiranë. Kreu i shoqatave të veteranëve të UÇK-s, Hysni Gucati, ka bërë këtë ditur këtë në një konferencë për media teksa tregoi dhe se fjalën e rastit do ta ketë ish-presidenti shqiptar Alfred Mojsiu dhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Do të jenë ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu, do ta marrë fjalën, lideri shqiptar të Maqedonisë Ali Ahmeti do ta marrë fjalën dhe unë si organizator i protestës në Tiranë. Në Tiranë ne kemi ndërmend se kemi marrë, do të ketë një familje dëshmorit nga Shqipëria i cili ka rënë dëshmor në vendin tonë në Kosovë, do të ketë një familjar i tyre që do të merr fjalën në Tiranë. E kemi të konfirmuar se kryeministri Edi Rama do të merr pjesë në protestë. Jemi të pritë sot apo nesër në lajmën për fjalën. Nuk besoj se do të na refuzon fjalimin të paktën. Nga Kosova drejt Tiranës do të nisen rreth 60 autobus. Gjitha partive shqiptare në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Malzi, Preshet në bashkangjitën protestë pa dallim ideologjie. Bota. 24 orë pasi u liruan 20 pengjet e gjallë, Izraeli kërkon nga Hamas zbatimin e marrëveshje për kthimin e trupat e pengjeve të vrara gjatë luftimeve. Deri në mbrëmjen e së hënës Hamas dorëzoi vetëm trupat e 4 pengjeve, ndërsa shpreu vështirësi për gjetjen e të gjithë trupave pasi një pjesë e tyre janë në rrënojat e ndërtesave të shkatruara nga bombardimet. Ndërmjetësuesit deklaruan se grupi terrorist po has vështirësi në lokalizimin e të gjithë trupave, megjithatë sipas transmetuesit publik kan, Izraeli beson se Hamasi ka disa prej tyre. Agjencia OKB-s kërkon që gazetarët ndërkombëtar të lejojë të hyjnë lirshëm në Gaza. Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë, Filipe Lazarini, tha se ka ardhur koha që arsimi dhe ndihma humanitare të arrijë në Gaza, ashtu sikurse edhe paqja përmes shërimit, drejtësisë dhe njohjes së ndërsjellë. Publikohet marrëveshja e plot për paqen në ripin e Gazës e nënshkruar më 13 tetor 2025 nga presidenti Donald Trump, presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi, emiri i Katarit Al Thani dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në këtë marrëveshje palët angazhohen për të çmëntuar ekstremizmin dhe radikalizmin në të gjitha format e tyre. Palët e angazhuara vlerësojnë se lindja e mesme nuk mund të tolerojë një cikël të vazhdueshëm luftrash të zgjatura, negociatash të bllokuara ose zbatimin e pjesëshëm të paplot ose selektiv të kushteve të negociuara me sukses.
Presidenti Donald Trump së bashku me udhëheqës të tjerë në rajonin e lindjes së mesme nënshkrua marrëveshjen e paqes në Gaza gjatë samitit në Sharm el Sheikh për kreun e shtëpisë së bardhë. Kjo është një ngjarje historike. U deshën 3000 vjet për të arritur në këtë pikë, a mund ta besoni? Dhe këtë herë do të qëndroj. Kjo është një ditë e jashtëzakonshme për botën, tha Trump, duke shtuar se marrëveshja ishte aq e rëndësishme sa do të parandalonte luftën e tretë botërore, të cilën ai tha se mund të ndodhte në lindjen e mesme. Kemi arritur atë që të gjithë e quanin të pamundur, më në fund kemi paqen në lindjen e mesme. Është kaq bukur të shohësh një ditë të re dhe të bukur që lind, dhe tani fillon rindërtimi, nënvizoi Donald Trump. Një epokë e re paqe dhe sigurie në lindjen e mesme, komentoi presidenti i Egjiptit marrëveshjen për Gazën të nënshkruar në pranitë e liderëve botëror në Sharm el Sheikh. Abdel Fattah el-Sisi tha se përfundimi i luftës në Gaza duhet të shënojë fundin e të gjitha luftrave në rajon. Ai njoftoi se Egjipti do të presë një samit për rindërtimin e Gazës. Paqja nuk ndërtohet nga shtetet e qeveritë, por nga njerëzit që besojnë se armiqtë e dieshëm mund të jenë miqtë e sotëm, u shpreh presidenti egjiptian. Sport. Kosova shënon një fitore historike në stadiumin e Göteborgut duke mposhtur Suedin me rezultatin 0-1. Ndeshja është e vlefshme për kualifikimet e Kupës së Botës 2026. Goli fitores u realizua në minutën e 32 nga Fisnik Aslani pas një aksioni të shpejtë ku përfshin Muriqi dhe Hoxha. Në minutën e 32 nga Fisnik Aslani pas një aksioni të shpejtë ku përfshin Muriqi dhe Hoxha. Dardanet kanë qenë shumë pranë golit të dytë në minutën e 43, kur gjuajtja e Abdullahut pas një rëmuje në zonën suedeze është ndalur vetëm nga shtylla. Në pjesën e dytë Suedia shtoi presionin në kërkim të barazimit, por Kosova ka treguar qëndrueshmërinë në mbrojtje dhe ka rezistuar. Me këtë rezultat, Dardanet forcuan pozitën e dytë të Kosovës në grup, duke mbajtur gjallë ëndrrën për pjesëmarrjen në botror. Në vendin e parë është Zvicra, ndërsa Slovenia renditet e treta dhe Suedia e katërta. Ndeshjet e ardhshme do të zhvillohen në nëntor, ku Kosova do të përballet me Sloveninë dhe Zvicrën, dy duele që do të përcaktojnë kualifikimin e botrorit. Festa e Kosovës me fitoren historike ndaj Suedis ka pasuar edhe me reagimin e politikës. Vjoz Osmani përshëndeti fitoren e përfaqësuesës së futbollit Kosovës ndaj Suedis. Përmes rrjeteve sociale, presidenti i Kosovës shkruan se rruga e Dardanëve drejt fitoreve vazhdon. Djemtë e Kosovës treguan zemër, karakter dhe lojë fantastike ndaj Suedis, duke na kujtuar se kur luaj me shpirt, asnjë sfidë nuk është e pamundur, shkruan kreu i shtetit në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti u bashkua urimeve për fitoren e përfaqësuesës së Kosovës në futboll. Në një postim në rrjetet sociale, Kurti e vlerësoi paraqitjen e skuadrës si të jashtëzakonshme dhe si një fitore që mban gjallë ëndrrën për pjesëmarrjen në botrorin e ardhshëm. Kosova jashtëzakonshme, lojë disiplinuar, fitore merituar dhe tjetër rezultat historik ndaj Suedis për të forcuar vendin e dytë në grup dhe për të mbajtur të gjallë e të prekshme ëndrrën për kualifikim në Kupën e Botës. Gëzuar fitoria për gëzime lojtarëve tanë e urimet e gjithëve, shkruan Albin Kurti. Kryeministri i Shqipërisë uron për fitoren e madhe të Kosovës ndaj Suedis. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Edi Rama përshëndeti këtë arritje historike të Dardanëve duke e shoqëruar urimin me një mesazh simbolik dhe plot emocione. Mirëmëngjes, dhe me flamurin gjigant që i priu mbrëm fitores historike të Kosovës në fushën e Suedis, ju uroj një ditë të mbar. 2 krena, 2 fitore, një shqipe, Forca Kosovë, shkruan mes të tjerash Edi Rama, duke ndarë postimin me një video të tifozëve kosovar që valvisin flamurin kombëtar shqiptar në stadiumin e Göteborgut. Maqedonia e Veriut barazon 1-1 me Kazakistanin në kualifikimin për Kupën e Botës. Me shumë luhatje, me shumë gabime, sidomos në organizimin e sulmeve, Maqedonia dështoi të marrë 3 pikët në shkup kundër Kazakistanit. Në momentet kur Maqedonia kishte kontrollin e lojës, Kazakistani solli tronditje në shkup. Një gabim i Dimitrievski dhe reagimi dobët i mbrojtjes dhe Karaman tronditi rrjetën e Maqedonisë. Më pas vjen goditja e Nisbardit, e cila me goditje të fortë nga 30 metra tundi rrjetën e Kazakistanit dhe barazoi shifrat në 1-1. Bëm gjithçka që mundëm, ishim të lodhur nga ndeshja me Belgjikën, krijuam shumë raste, por ishte sikur nuk ishim mjaftueshëm me fat, deklaroi pas takimit mesfushori Isnik Alimi. Në pjesën e parë, duhet kishim qenë më agresiv dhe në të dytën luaj të mirë, por na mungonte vetëm pak për të marrë atë fitore. Futbolli është i tillë, ndonjëherë fiton, ndonjëherë humbet. Por ëndra jon nuk është shuar, ende kemi një mundësi për play-off dhe në nëntor shkojmë për një rezultat të favorshëm në Cardiff, tha mes të tjerash mesfushori Isnik Alimi. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.